Në një nga vizitat e saj të radha në Shqipëri, kryeministrja italiane Giorgia Meloni u pret në mënyrë simbolike dhe jo formale nga kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama në sheshin Skënderbej. Ajo mbërriti mes masave të rrepta sigurie, por atmosfera u zbut nga një moment i papritur. Rama ul në gjuhë në momentin e takimit, një gest që u komentua me humor nga vetë Meloni. E bën që të jetë i gjatë sa unë, tha Meloni me buzëqeshje duke sjell një notë të çiltër në protokollin shtetëror. Pas këtij momenti miqësor, kryeministrja italiane dha një deklaratë të shkurtër për mediat, ku u ndal në dy çështje të ndjeshme, lufta në Ukrainë dhe projekti për refugjatët në Gjadër. Këmgullim për marrëveshje serioze paqe që të ketë garanci sigurie për Ukrainën, po vazhdojmë të punojmë edhe në këtë format për këtë objektiv. Sa i takon kambit të refugjatëve në Gjadër, Meloni konfirmoi angazhimin e palës italiane dhe vlerësoi progresin e bërë. Nuk keni kaluar nga qendra emigrantëve në Gjadër, nuk kam pasur kohë. Do kalosh më pas, jo, po nuk kam kohë, po puna po vazhdon dhe kjo tregon edhe shpejtësinë e funksionimit, duke dëshmuar që në fundit. Vizita e Melonit në Tiranë, megjithëse e shkurtër, shërbeu si një tjetër dëshmi e marrëdhënieve të ngushta mes Italisë dhe Shqipërisë, të shoqëruara jo vetëm nga interesat e përbashkëta strategjike, por edhe nga një raport personal i veçantë mes liderëve.